Dashur qytetar fjerak, edhe ju bashkomas, ndodhim në qytetin e bukur të Fierit. Sot do të pasqyrojmë diçka interesante që na ka bërë përshtypje. Ta ndjekim në afër, ta shikojmë pak, ja ta zoomojmë pak. Jemi në një nga urat që janë ndërtuar së fundi nga qeverisja e sotshme. Një polic ruan urën. Bashkia ka vënë 24 orë polica që ruajnë urën. Në përfilma i kemi parë që Gjermani ruante urat nga partizanët. Një pyetje thjesht, nga se ruhet kjo urë? E dim që ka qenë shqetësim xhamat, por nuk dua të jap mendim se quhet merret për keq pasaj. Kështu që unë do t'ja lej juve të komentoni e të jepni mendimin tuaj. Po e përsërisë njerë, Gjermani në përfilma e kemi parë, ruante urat se ja dëmtonin partizanët. Pyetja është e thjeshtë. Bashkia e Fierit, Armando Subashi, nga kush i ruan urat? Nga qytetarët? Nuk duhet ta jap konkluzionin se do ma marri për keq. Gjykoni vetë dhe jepni mendimin tuaj. 24 orë, 3 turne, ruhet me policë ura në qendër të Fierit. Faleminderit shumë për mirëkuptimin, jepni mendimin tuaj.